shpesh qytetarët nuk kuptojnë kur flasin për korrupsion se si vjedhin ministra, zëvendëskryeministri dhe qeveria në përgjithësi. Këtu është dokumenti i SPAK-ut ku janë përgjimet, kanë dalë përgjimet se si praktikisht zëvendëskryeministra Balluku bashkë me drejtorin e saj vendosin përcaktojnë fituesin. Në datën 7/9/2021, praktikisht Berberi i shkruan me mesazh, i thot hapëm ofertat për tunelin e Llogaras. Dakor? Dhe i thot gjitha vlerat, njëri 18 milion, tjetri 15, 16. Belinda Balluku 30 minuta pasi merr vesh ofertat, thot shprehimisht, thot sigurisht ka hyrë skandal, se njeri ka hyrë 10 milion euro më pak se ai që ta kishin përcaktuar që do merrte tenderin. Sigurisht ka hyrë skandal, thot, por nuk plotson kushtet, sigurisht. 30 minuta pasi ka marrë vesh cilat janë ofertat dhe cilët janë ofertuesit. 30 minuta më vonë. Se pastaj i thot, më vonë i thot, sa ditë do lëmi, thot Berberi, për shqyrtimin, për shpalljen e fituesit. Dhe ai thot, po sa duash ti, bëjmë 15 si të duket sikur po mendojmë, po i vlerësojmë, dhe pastaj bien dakord që po i lëm 9 ditë sepse kështu i duhet Ballukut. Kjo del në përgjime. E njëjta gjë. Ditën pastaj që ta nxjerrin fituesin në datën 1/10/2021, Elvis Berberi i shkruan Ballukut, i thot, shiko se po nxjerr tunelin, po nxjerr fituesin, do të thot. Belinda Balluku i thot, po thot nxjerrë, por prit, thot, prit, ti çoj fjalën atij shefit pika, s'po them çfarë fjalë përdor Balluku për shefin e saj, që kërcënon me SMS. Praktikisht, zëvendëskryeministrja i thot varësit të vet, prit të flas një herë me atë dhe pastaj shpall fituesin. Dakor? Pasi kanë para përcaktuar fituesin. Qytetarët shqiptar kanë harxuar 10 milion euro më shumë, të paktën 10 milion euro më shumë, si pasojë e manipulimit të këtij procesi të përzgjedhjes të fituesit të kompanisë që ndërtonte tunelin e Llogaras. Tani është e zezë në të bardhë. Nuk janë më akuza, nuk janë thashë theme, nuk janë insinuata, janë fakte. Tani ndërkohë që kanë dalë këto dokumenta, çfarë bëjnë në parlament aty? Për çfarë diskuton parlamenti? Për gjithçka, vetëm për 10 milion euro që kanë vjedhur këta, duke përcaktuar të gjithë bashkë, duke përcaktuar fituesin e garës, për këtë ne nuk flasim. Flasim për bazë ingjinore, flasim kush është grua e kush është burr, flasim jo do flas unë, jo do flas ti, jo më hoqe minuta, nuk flitet për thelbin, po na vjedhin. Kjo është e vërtetë. Nëse ka pyetje? Faleminderit.